Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjellë recetën e përgatitjes së bukës së misrit me shëllir. Ka shumë versione të përgatitjes së bukës së misrit dhe gjithashtu edhe të përgatitjes së shëllirës, ku mund të zhysni bukën e misrit, por në këtë video do t'ju tregoj metodën që unë përdor kur përgatis bukë misri në shtëpi. Me thënë të drejtën, kjo recet asnjëherë nuk dështon dhe në këtë mënyrë buka e misrit në fund del shumë e mirë, shumë e butë, nuk del e thatë dhe ka një shije fantastike. Kushdo që e ka provuar recetën, ka ngelur i kënaqur, prandaj ua sugjeroj që ta provoni, pasi nuk do të dështoni asnjëherë. Këtë recet e kam shoqëruar edhe me shëllir, që në fakt nuk është gjë tjetër veç se lëngu që unë kam përgatitur gjatë muajve të verës për përgatitjen e specave të ushi. Tani në fillim dua t'ju tregoj procesin e përgatitjes së bukës së misrit. Shikoni në tavolinën e punës janë të gjithë përbërësit që na duhen për përgatitjen e kësaj buke. Si gjithmonë, unë përbërësit ua them me filçan, pasi do e keni më kollaj kështu. Në një enqelqi do hedhim në fillim majan. Unë kam përdorur një luggjelle me maja të freskët, maja aktive. Prandaj duket shumë në video, por nëse nuk keni në shtëpi maja të freskët si unë, do hidhni vetëm një lugë çaj me maja të thatë. Do shtojmë tek majaja edhe një luggjelle me sheqer, si dhe një filxhan e gjysmë me qumësht të ngrohtë. Do të razoj majan derisa të tretet mirë. Unë pothuajse gjithmonë përdor maja të freskët, pasi më pëlqen më shumë efekti që jep kjo maja dhe aktivizohet më kollaj dhe më shpejt se majaja e thatë që është si pluhur. Pasi e kemi trazuar mirë majan, në tas do shtojmë edhe kripën sipas nevojës, si dhe 2 lugë gjelle me vaj ulliri. Nëse keni vaj tjetër gjelle, mund t'i shtoni edhe 3 lugë gjysmë me vaj. I trazoj mirë dhe më pas në tas do shtojmë edhe një filxhan me miell normal. Për çdo përbërës, mirë është të përdorni të njëjtin filxhan dhe unë në këtë rast e kam fjalën për filxhan kafeje, siç e shikoni edhe vetë. E trazoj mirë miellin me masën tjetër në tas dhe në fund do shtojmë edhe miellin e mistrit. Në total do përdorim 4 filxhan kafeje me miell mistri. Nëse jetoni në Shqipëri mund të gjeni miell të mirë mistri dhe cilësor. Mund ta gjeni edhe më të trash, por duke qenë se unë jetoj jashtë, e kam pak të vështirë që të gjej miell tjetër përveç këtij që shikoni në video. Këtë e kam gjetur tek dyqanet arabe, është pak i imët si miell, por megjithatë unë e pëlqeva shumë rezultatin dhe shihen që buka kishte në fund. E trazoj mirë miellin e mistrit ose me një lugë druri ose me një tel kuzhine dhe duke e trazuar i shtojmë edhe rreth 1 filxhan e gjysmë me ujë të ngrohtë. Megjithatë, ju e shikoni dhe vetë masën në fund, sepse nëse e keni mielin më të trash ose më të imët se sa ky që unë kam përdorur në këtë video, ndoshta do t'ju duhet më shumë ose më pak ujë nga çfarë kam përdorur unë. Por në fund fare masa do t'ju dalë pak e ujshme. Pra për këtë bukë nuk e zëm brumin të fortë ose njësoj sikur po zëm brumin kur bëjmë bukë normale ose byrek, por në këtë rast brumin e zëm goxha të ujshëm. Masa e brumit duhet të jetë e trash, por sigurisht e ujshme. Pra të mos keni mundësi ta mblidhni dhe ta punoni me duar, siç bëjmë zakonisht kur bëjmë brum. E shikoni dhe vetë dashur miq se sa e ujshme është masa e brumit për bukën e mistrit. Madje majaja ka nisur që edhe të aktivizohet pak, sepse majaja e freskët, siç u thash, e jep efektin menjëherë dhe brumi vjen shumë kollaj. Më pas brumin e mbuloj me një qese kuzhine sipër dhe e lëm të pushoj derisa të dyfishohet në masë. Nëse i keni përdorur maja aktive, mjafton ta lini 30 minuta që të pushoj. Por nëse përdorni maja të thatë pluhur, do e lini edhe më gjatë që të pushoj. Ndërkohë që buka vjen, ne hapim furrën dhe e lëm që të nxehet në 200 gradë Celsius dhe tani do hedhim bukën në tepsi. Tavën më parë e lyejmë me pak vaj ulliri dhe e spërkasim me pak miell mistri në mënyrë që buka e mistrit të mos qëngjitet. Nëse doni, mund të përdorni edhe letër përpjekje gjatë kohës që pishni bukën e mistrit. Tepsia ime është e vogël, por këtë bukë mund ta pishni edhe në një kallëp keku
ose nëse doni ta bëni një tepsi me diametër më të madhe, atëherë do t'ju duhet që gjatë përgatitjes të dyfishoni përbërësit që përdorim për përgatitjen e bukës së misrit. Pasi hedhim brumin në tepsi, e fusim direkt tepsi në furrën e nxehtë dhe e lëm të piqet për rreth 1 orë ose maksimumi 50 minuta. Gjithsesi, para se ta hiqni nga furra, provojeni më parë bukën me një kunjë dhëmbësh dhe nëse kunja del e pastër, atëherë mund ta hiqni bukën nga furra. Pasi e heqim, e lëm bukën që të pushoj për 5 minuta dhe më pas e nxjerrim nga tepsia dhe e keni gati që ta prisni sipas formave që dëshironi dhe mund ta konsumoni si të keni dëshirë. Siç e shikoni edhe vetë, buka e misrit ka dalë mrekulli. Mirë është që përpara se ta prisni, bukën e misrit ta lini pak që të ftohet, pasi në këtë mënyrë edhe pritet më mirë, dhe sigurisht ju bukën e misrit mund ta shoqëroni me çfarë të keni dëshirë, ose mund ta hani kështu siç është, pasi shijon me të vërtetë shumë. Unë siç u thash e kam shoqëruar me shëllir. Për përgatitjen e shëllirës ka disa mënyra dhe versione, varet nga zona dhe nga tradita, se si jeni mësuar ju që ta përgatisni. Gjatë muajve të verës, unë kam përgatitur speca turshi të mbushur me gjizë dhe pikërisht lëngun e tyre e kam përdorur si shëllir për të zhytur bukën e misrit. Unë në këtë video dua t'ju tregoj procesin e përgatitjes së këtij lëngu për të cilin unë kam përdorur gjizë, qumësht dhe krem pana. Gjithashtu mos harroni që shëllirës t'i shtoni edhe krip. Nëse ju keni përgatitur gjatë muajve të verës speca turshi me gjizë, qumësht apo kos, sigurisht lëngun e tyre mund ta përdorni si shëllir për zhytjen e bukës së misrit. Nëse nuk keni përgatitur, atëherë mund veproni në këtë mënyrë siç e shikoni edhe në video. Në një tas mund të përzjeni pak gjizë ose pak salcë kosi, ose nëse nuk keni as gjizë dhe as salcë kosi, mund të hidhni pak kos, aty të shtoni qumësht dhe të shtoni edhe krem pana ose hopla siç quhet ndryshe. Gjithashtu, për ta bërë lëngun akoma më të shijshëm, mund t'i shtoni brenda lëngut disa speca të prera në mënyrë që lëngu të marrë një shije shumë të mirë. Edhe pasi e përgatisni lëngun në këtë lloj forme, mund ta lini një ditë në frigorifer dhe ditën tjetër i keni gati për të zhytur bukën e misrit. Ju mund ta përgatisni këtë shëllir një ditë më përpara dhe ditën tjetër mund të përgatisni bukën e misrit që ta keni gati. Por unë e kam pasur procesin më të thjesht akoma, pasi thjesht kam përdorur lëngun me speca që kam përgatitur gjatë muajve të verës dhe me të vërtetë që ka dalë një shije fantastike, pasi sa më shumë të qëndroj lëngu me speca, aq më mirë bëhet. Më pas nuk na ngelet gjë tjetër veç se të presim bukën e misrit dhe gjatë kohës që e servirni, mund ta zhysni bukën e misrit në shëllir, njësoj si serviret edhe në restorante tradicionale. Për mua kjo recetë është fantastike dhe nuk e ndroj me asnjë tjetër dhe është një ndër recetat e mia të preferuara. Shpresoj shumë që edhe juve t'ju ketë pëlqyer kjo recetë dhe nëse po, mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abonoheni në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja.
Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.